LDK-ja del thot na nuk e votojmë asnjë kandidat. Kjo tregon që LDK-ja është komplet përgjegjëse për bllokimin. Pro, çfarë kompromisi aty? E dyta, PDK-ja thot na nuk e votojmë asnjë kandidat që ka qenë pjesë e qeverisë. Ministra, zavens ministra. AK-ja thot na e kemi një propozim tonin. Propozimin atakon neve, edhe derisa dikush nuk ka një arsye të shëndosh që dele kundërshton zonjën Haxhiu, na smundemi ju nështru dëshirave të opozitës. Prandaj bllokimi vjen për tyne, e ju spesoj që është përgjësia jona me ja plotsu dëshirat aty në hopën e kemi provu, para qytetarëve, kanë thonë ju, po votojnë kundër. Të fshet, ka diskutime mes deputetëve, që unë me në deputetat LDK-s dhe të PDK-s, që besojnë që këta janë fut me një udhë pa krye. Ju e dini te verifikimi mandateve, raportit. Nuk e kanë votu, hene me një udhë pa krye, pas të e ronë pishmana dhe ndërun. Tash këty në pjuvje, more me dollë 2 herë që janë gabim, e më në që votimi i fshet ka mundësi, është potencialisht mundësi, ku diso deputet i jopin udhë kësoj pune edhe votojnë për albulenën për. Uroj që gjykata kushtetuese morë parasysh rëndësin e situatës ku gjendemi, t'i jep sa ma shpejt përgjigjës edhe kërkesës së AK-s, po edhe kërkesës tonë që kemi bo për votat e vjedhura nga LDK-ja.